Presidenti Amerikan Donald Trump është shprehur se lufta e tij me Iranin mund të përfundojë vetëm me zhdukjen e ushtrisë dhe sundimtarëve të saj, teksa Teherani po lëviz drejt zgjedhjes së një udhëheqësi të ri suprem. Menjëherë pasi Trump u tha gazetarëve në bordin e Air Force One se nuk ishte i interesuar të negocionte një fund të konfliktit që ka tronditur tregjet e naftës, ka dëmtuar biznesin dhe ka penguar udhëtimet globale, Izraeli njoftoi sulme të reja në të gjithë Iranin, për të cilat tha se kishin goditur vende kritike të magazinimit të karburantit. Nuk mendoj se do të mbetet dikush që ndoshta të thotë ne dorëzohemi, tha Trump. Qeveritë e Arabisë Saudite, Kuvajtit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahrenit raportuan sulme me dron iranian në vendet e tyre të shtunën dhe të dielën në mëngjes, me një zjarr të madh që përfshiu një blok zyrash qeveritare në Kuvajt. Arabia Saudite i ka thënë Teheranit se sulmet e vazhdueshme iraniane ndaj mbretërisë dhe sektorit të saj të energjisë mund ta shtyjnë Riadin të përgjigjet në të njëjtën mënyrë, ka njoftuar Reuters. Presidenti iranian nuk kërkoi falje të shtunën shteteve fshinje për sulmet e tij ndaj objekteve amerikane në ato vende. Ai hodhi poshtë kërkesën e mëparshme të presidentit Trump për dorëzimin pa kushte të Republikës Islamike, duke e cilësuar si një ëndër, por tha se Këshilli i saj i përkohshëm i udhëheqjes kishte rënë dakord të pezullonte sulmet ndaj shteteve fshinje, vetëm nëse sulmet ndaj Iranit do të fillonin nga territori i tyre. Komentet e Pezeshkianu përballën me reagime të shumta nga disa përfaqësues të linjës së ashpër në Iran, duke bërë që zyra e tij të përsëriste se ushtria e Iranit do të përgjigjej me vendosmëri sulmeve nga bazat amerikane. Ndërkohë, një konsensus i shumicës mbi pasardhësinë e Khameneit thuajse është arritur, tha antari i Asamblesë së Ekspertëve, Ayatollah Mirbakeri. Ushtria izraelite në një postim në rrjetin social X paralajmëroi se do të ndjek çdo pasardhës.